Godina e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Durrës gumëzhinte sot nga zërat e qindra nxënësve të shkollave nënvjeçare të qytetit, pjesëmarrës në edicionin e 11 të Festivalit të Ansambleve Popullore. 29 shkolla dhe mbi 1300 fëmijë janë bërë pjesë e fazës së parë të festivalit, ku të gjitha institucionet arsimore të ciklit nënvjeçar, publike dhe jo publike, prezantojnë para jurisë së këtij festivali programin e pasur artistik, bazuar në këngët, vallet dhe lojrat popullore. Pritet të jenë deri në fund të fazës së parë të këtij edicioni, rreth 1300 fëmijë. Të gjitha ansamblet kanë masivitet, marrin pjesë në 3 kategori të ndryshme, nxënës nga klasa e parë deri në klasën e 9. Pjesëmarrja vjen në ngritje. Kjo është diçka që duhet vlerësuar dhe më gjej rastin për t'i falendëruar të gjithë mësuesit e edukimit muzikor dhe edukimit fizik të cilët merren në përzgjedhjen e këtyre elementeve. Nga ky festival i këtij ansambli, Qendra Kulturore e Fëmijëve zbulon dhe talentet të cilët më pas ndjekin kurset pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve Falas. Folklori është një nga asetet kulturore më të rëndësishme në historinë e një kombi. Për këtë arsye, ky aktivitet kulturor masiv, që për 11 vitesh është kthyer në një traditë të bukur në Durrës, shërben për të përcjellë dhe ruajtur tek brezi i ri, traditën kulturore shqiptare të trashëguar ndër breza. Pas performancave të 4 ditëve, juria profesioniste do të përzgjedhë shkollat me performancën më të mirë, të cilat më pas do të garojnë mes tyre në finalen e këtij festivali, që do të mbahet më 26 shkurt.